Përshëndetje, përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, ja ku po ritakojemi sërish në fakt në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin për të ndarë komentet rreth qëndrimit dhe qasjes në fakt të limit në Big Brother VIP Kosova. Alba nuk po e merr dot vete, nga ignoranca që i bëri limi. Në fakt, Alba ndjeshte shumë krenare me banorët. Ajo thonte në qoftë se do të vi stiçi im, ju do t'jeni në një luftë të madhe me mua, e ndjente veten se do të merrte një përkrahje, e ndjente veten se do të merrte një mbështetje. Domethënë ishte shumë e sigurt në atë që në fakt limi po ndjente për të. Ndërsa limi e injoroi krejtësisht Albën, duke thënë që ne njihemi nga një format i ngjajshëm, kemi patur një njohje, do me thënë nuk e quajti lidhje dashurie, edhe pse jashtë shtëpisë fermës VIP Limi dhe Alba vazhduan rrugtimin e tyre. Pikërisht do me thënë ishte vendimi i tyre që dolën të dy bashkë nga ferma, por kjo gjë do me thënë Limi nuk është se quan një lidhje, e quan thjesht një njohje, e quan thjesht një pëlqyeshmëri, një emocion që në fakt Limi ka kaluar. Dhe qëllimi i Limit, siç duket, është t'u jep vëmendjen vajzave të tjera dhe konkretisht jep vëmendjen Bia Kalifës. Bia Kalifa ka bërë një shkelje të madhe brenda shtëpisë së Big Brotherit, do me thënë është larë topless, është larë e zhveshur, ndoshta për t'i tërhequr vëmendjen Limit. Do me thënë Bia tani dëshiron ta realizon atë dëshirën e madhe që të flen me një mashkull brenda këtij formati, sepse vetëm ashtu mund të qëndroj deri në fund. Do me thënë Bia pret që të krijojë një lidhje dashurie me Limin, ndërsa Alba është ajo që qan edhe vuan për marrëdhënien me Limin. Si e shikoni ju qëndrimin e Limit edhe qasjen e Limit në shtëpi?